Intervista zgjedhore sonte i vendosim në komunën e Strugës dhe me mua në studio është kandidati i pavarur Mendi Qyra. Mirë se vini në Alcat. Mirë se gjeta. Kemi shumë çka të bisedojmë për Strugën. Meta do të fillojmë nga problemet reale aktuale që i ka komuna dhe me të cilat ballafaqohet dhe të kryqëzojmë ato me programin që ju shpalosni para qytetarëve të Strugës. Ajo që neve çdo ditë raportojmë nga Struga është mungesa e kushteve në shkollat fillore, mungesa e ngrohjes, borxhet e larta në shkolla, sigurisht të trashëguara nga administrata aktuale. Cili është vizioni juaj në këtë drejtim? Tani unë kam para përgatitur, kam një program 50 faqe ku janë futur të gjithë këto probleme të cilët tash i ceket, por edhe të tjera të cilët nuk janë cekur. Problemet janë të shumta në komunën e Strugës. Është një ndër komunat të cilat ka më shumë probleme për arsye se 20 vite nga 5 mandatet e kaluara nuk është realizuar asnjë projekt madhor dhe sigurisht edhe kjo pjesa që bëhet pyetje në drejtim të sistemit arsimor është gati e shkatëruar në aspektin e pjesës transportit urban, pjesët e nxemjes, pjesët e tjera ambienteve brenda në shkolla e tjera. Normalisht është vështirë, por unë mendoj që me një menaxhim të mirë dhe të realizohen dhe të zgjidhen problemet, edhe pse ka një javë, 10 ditë e fundit, kemi ankesa dhe shumë drejtorë të shkollave, por edhe përgjegjës të tyre me janë lajmëruar në lidhje me ngrohjen, për arsye se për shkak të ngrohjes nuk ka filluar sistemi arsimor dhe kemi bërë të mundur që në farë mënyre duke na ndihmuar disa kompani që këtë ta zgjidhin spakti derisa të vi si kryetari i arshëm që të mundet të menaxhoj. Për me ditë më saktë situatën aktuale që është brenda në sistemin arsimor në shkollat, jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat, të cilët ka një përfshirje shumë të madhe gjeografike Struga dhe besoj që ka mundësi të zgjidhen, nuk ka gjë që nuk zgjidhen. Përmendet drejtorët e shkollave dhe në kuadër të këtij skriningu që paralajmëroni për shkollat fillore në komunën e Strugës, sa do të përqendroheni te revidimi i vendimeve për emrimin e disa drejtorëve? Ka disa procedura ligjore kundër kreut aktual. Sigurisht. Po sa ju do të fokusoheni në këtë drejtim? Është shumë e rëndësishme ne të bëjmë një arsim cilësor. Për të pasur arsim cilësor, sigurisht që drejtuesit ose drejtorët duhet të jenë cilësor ose duhet të jenë të përgatitur, duhet të kenë një përvojë dhe të menaxhojnë mirë me shkollat dhe kjo patjetër që të bëhet revidimi dhe të gjithë drejtorët e shkollave të cilët nuk janë të përshtatshëm për shkollat duhet të shkojnë në shtëpi. Ne do të gjejmë drejtorë të cilët të menaxhojnë mirë me shkollat, edhe në aspektin që thatë ju ato logjistik, por edhe në aspektin arsimor, për të rritur nivelin e arsimit i cili na mungon për fat të keq shumë. Dua t'ju pyes pak në lidhje me transportin publik që i referohet nxënësve dhe shkollave. Shpesh herë disa nxënës nëpër disa fshatra ankohen nëpër kronikat tona televizive se nuk kanë qasje deri te transporti publik. Në programin tuaj parashikohet mbulimi i këtij segmenti dhe sigurimi i transportit për nxënësit? Tani, sa kam informacione, parcialisht komuna ka pas tendere për transport publik, por kjo nuk ka funksionuar sa duhet, ose kanë marrë tenderin se kanë realizuar, ose kanë marrë dhe pjesërisht e kanë realizuar, dhe kam pas ankesa në përfshatra ku kam vizituar tani, shumë prindër janë ankuar në lidhje me nxënësit të cilët ose duhet t'i çojnë vetë me veturat e veta, që është një ngarkesë plus për komunikacionin në qytetin e Strugës dhe përreth, dhe shpresoj që duhet gjejmë një zgjidhje patjetër që të bëhet një menaxhim më i mirë për transportin publik, sepse fëmijët patjetër janë e ardhmja jonë dhe mendoj që këtu duhet të investohet më shumë. Do pak të flasim për çështjen që është kryesore e Strugës, ajo është turizmi sigurisht, që e mbas Strugën gjallë në një farë forme. Programi juaj mbi mbështetjen e turizmit, revitalizimin e turizmit, mbështetjen e gastronomisë dhe gastronomëve dhe rikthimin e Strugës në fokus të turizmit në vend. Tani mendoj që Struga është vend turistik, por për fat të keq nuk ka vend turistik, Struga të hyrat i ka më shumë prej ndërtimtarisë, nuk ka prej turizmit dhe është anashkaluar në këtë drejtim, nuk është organizuar sa duhet.
nisur nga plazhet të cilat nuk kanë gjelbrim të duhur, nisur nga plazhet të cilat nuk ka plazhe publike, por ka vetëm private, dhe nisur nga ajo që si do të sistemohet gjithë turistët të cilët vinë me një guid apo me një hartë e cila duhet të trajtohen nga do të shkojnë, pa lënë anash atë pjesën e gastronomisë e cila për fat të keq në kohë të fundit kemi problem me fuqinë punëtore. Normalisht këtu duhet të bëhet një trajnim që sa më shumë të ofrojmë punëtorë të cilët janë më të përgatitur dhe ne duhet të rrisim nivelin e cilësisë, pa gjithsesi gjithmonë duhet të shfrytzuar kapacitetet që ka Struga, duke shfrytzuar edhe aeroportin i cili do të jetë një mundësi e mirë për të ardhur turistët nga bota e jashtme, sidomos kohë të fundit nga Turqia, më herët ka qenë edhe nga Holanda dhe pse mos e riaktualizojmë edhe atë çështje ose kontratat e tilla të cilat kanë qenë më herët, por kjo normalisht duhet të ketë edhe kushte të favorshme për turistët, që tek ne akoma kemi problem me qendrën Ndacak, të cilët do të jetë një hap i imi kryesor pas marrjes së mandatit, që qendrën Ndacak duhet të vënë në një stacionar ku do të trajtohen në mënyrë profesionale. Zoti Qyra, është normale që në shekullin 21 Struga mos ketë ujë për pije? Absurde. Absurde për arsye se Struga rrethohet me ujë nga gjitha anët, por ujë për pije nuk ka. Edhe kjo është si rezultati i keq menaxhimit të pushtetit të kaluar 20 vjeçar, që për fat të mirë kanë qenë shqiptar, për fat ka qenë menaxhimi i dop. Dhe akoma kundër kandidati im, po më me të njëjtën ekip, shkon në përfshatra, kërkon votën për ta realizuar këtë problematikë, e cila në të gjithë fshatrat gati, përveç 6 fshatra të cilët e kanë zgjidhur këtë problem, të gjithë kanë të njëjtin problem. Problemi kryesor në rrethin edhe në qytetin e Strugës është uji, por edhe kanalizimi, që shpresoj me një mega plan duke bashkëpunuar 2 pushtetet komunal me ato pushtetin qendror, dhe të përgatitet një plan të zgjidhet një herë për gjithmonë. Nëse nuk ka burime të mjaftueshme nga pjesa e maleve të Strugës, sigurisht duhet shfrytëzohet edhe uji i liçenit ose uji i Drinit me sistem të avancuar për të shfrytzuar ky ujë. Ka edhe forma tjera, mendohet që 70% e ujit derdhet nga gypat e vjetruara dhe nëse është kjo si problem, sigurisht me ndrimin e këtyre dhe të arrihet edhe të zgjidhja e këtij problemi. Po menaxhimi i ujrave të zeza që është një problem tjetër që përfundoi në liçen ose në Drinë? Po patjetër duhet të vazhdohet teknika, mendoj stacione për ripërpunimin e ujrave të zeza, por jo të mjaftueshme. Normalisht duhet patjetër të punohet në këtë drejtim që të ketë më shumë stacione të tilla që të zgjidhen. Në kuadër të kësaj, jo vetëm qyteti që ka si problem për derdhjen e ujrave të zeza në liçe dhe në Dri, në lumin Drini Zi, por besoj që edhe në pjesët e fshatrave ku kërkohet të ketë stacione për ripërpunimin ose pastrimin e ujrave të zeza, të cilët ka mundësi në mënyrë më të avancuara të njëjti ujë edhe mund të shfrytëzohet për pije. Kemi edhe 1 minutë gjysmë deri në përfundim të kohës, do të ndalemi pak te Mërgata e Madhe e Strugës dhe projektet e juaja për Mërgatën. Mërgata është promotori i ekonomisë sonë dhe për Mërgatën do të ketë qasje të veçantë, kur Mërgata duhet të vijë në vendlindje, të ketë përveç parkingjeve në toksore që i kanë përgatitur 2 projekte më të mëdha mëdhore. Besoj që duhet patjetër të kenë edhe një sportele ose 2 sportele gjatë verës të punojnë edhe të shtunat edhe të dielët, që Mërgata të ketë të realizojë kërkesat e veta, mos presin në radhë, duke ditur se ata janë pjesa më e ndihshme, pjesa më motorike e ekonomisë sonë, dhe kjo do të jetë një ndër mbështetjet e fuqishme. Kjo mendoj që Mërgata do të ketë përveç asaj do t'i jepet mundësia që
kompanitë të cilat i kemi në numër në diasporën tonë, të jepet mundësia të bashkëpunojmë me projektet privato-publike që për fat të keq në Maqedoni shumë pak zbatohen, por tek unë dhe të jetë shumë funksionale për të arritur shumë projekte të cilat nuk ka buxhet komuna e Strugës dhe mënyrën privato-publike me mërgatën, por edhe pse jo, edhe me kompanitë e vendit të arrijnë të realizojmë këto projekte. Të gjithë projektet të cilat i kam në programin tim, është forma dhe metoda dhe mundësia se si do të realizohen dhe nuk do të jetë habi nëse themi që këto programe do t'i realizojmë me mundësi të këtilla që për fat mirë mjetet ekzistojnë, por mënyra dhe veprimet deri tanishme nuk kanë qenë reale dhe nuk kanë qenë të qashme për shumë kompani që vinë edhe nga diaspora, por edhe nga vendi. Faleminderit për kohën tuaj, Nalcat. Kënaqësi.